në këtë moshë. Unë e djalin pe qëtë, po më marrë më shku me marrë vetë. Pashtë do të vjen marrë me para pensioni pa lidhje. Tash nuk e di kur e qënë ati këthen, as ti këthen, po edhe më shku mi marrë vetë, pak a shumë gati që nuk dalin se du të me pagu rrymen elektrike dhe disa gjona tjera, për barna pak ma pak, lemo për pagujna banja. herë, që apë se pa vje dhe mi për... Ja me shpa rrime. Me qka me rëndjena, me qka. Normal. Ja me rrime një kënaron tyje. Mirë, a ki me pyt ma diqka, po do në dëgjua, do në shkua, do në nejta, se ti... 74 ramiz. A do me pyt, profesoresh, nuk jam, a do me pyt. E veta 74 së boj. A 74, se ka problem, kjo është tregtar. Edhe par excellence, Ja, jam edhe matematicien të di. Për ma? So, hëshkën 3-7? Dyher. Dyher? Se ki dollë neve të këmë vendi të të hëshkën, tha qështë i koranet e i naune, ta shajnë njërë. Qashtu i dalim edhe rezultatet. Me rede. Ata bëjnë një kësi fore pa lidhe me molla, ma ja bëjnë, atë këtë. Po. Jenë 2 molla, jenë edhe 2 darda. E jenë 4 njerës që i morin që ato 2 molla dhe 2 darda, edhe një banon është në frezë. Kush e ha banonen? Kush e ha banonen? Që misat e din, jenë hanon. A din? E han majmuni. E han majmuni. Nese, Allah, ju me Mahmuti qysh për kaleni? Ha? Ku më guzu me thonë këse e hanishin? Ta jap nishin Mahmuti, ta shtë nishin Gilindera për 2 vjetë garancion. None, veti kur pa mungën Mahmut në hera, për zavën se shëreti. Keshni se s'ka kuptim, keshni se s'ka kuptim. Allah, bon vire ta. Ramiz, thef që ty se dhe flekte lakta. A ke bot fala Eurolindit, bilem, se ka bashkëpunëtor. Di, po që ta di për thëmës që Marko. S'fola shumë, Dautit, Eurolindit e krejt. E për të mire ashimi. Unë e veç atë, ma unë e të cë, abëden. Po dijet. Qysh është aje kur qesha për sjell Ramizin. Po qesha për sjell Blerjen. Për sjell Ramizin këtë rast. Po, a? Po, valla. Atër me busjeshe përshëndetoni pra. Pasha zotin, po. Vërtet, është quheni për njeriun që hap fronte pune, hap vende pune. A mund të krijohen vende pune vërtet në Kosovë? Se Sofia na qitin qatë hulli. Shqo, ne kemi një gjenerat 3, që çdo ditë dalin dhe janë gatshëm për punë, dikun vjetë dalin rreth 30.000 njerëz që janë të gatshëm për më punu. Kosovarët janë shumë suksesshëm, janë guximshëm, ndoshta i mungojnë momentalisht idetë dhe i mungojnë momentalisht metodat e financimit dhe mjetet për financim, për arsye se janë të ri dhe shpesh prind duke mos pas besim në fëmijën e vet, jo që se dojnë fëmijën e vet, po mendojnë që fëmija s'është pjek ende të ballafaqohet me ekonominë e tregut, shpesh nuk garantojnë për fëmijën e vet në banka për me ngrit kredi në mënyrë që fëmiju vet me qel biznese. Unë i ftoj të gjithë ata që kanë afinitet, le të kyçen biznes, mos të kanë frikë. Se edhe unë kam qenë 21 vjeçar kur jam bot dritar. Nuk pa ka marrë menja që do arrij këtu. Por me punë, me përkushtim, me kujdes, dhe jo me kësipërdrim të mjetëve, mund të arrijet dhe të i kalohem edhe unë. Ju njiheni si njeri teorik, jo vetëm teorik, por edhe praktik, që ofroni opcione dhe mundësi për hapjen e vendeve të punës, për prodhimtarinë në Kosovë, cila do t'ishte me pak fjalë, krejt ajo rrugë që do të duhej ta ndjek qeveria, njerëzit tanë, ata që i kanë duar këto gjëra. Shqo, çdo njeri e ka një farë afinitetit vetë. Dikush është për muzikë, dikush është për këngë, dikush është për bukuri, dikush është për disa çështje tjera. Unë kam propozuar që këta 3 të Kosovës t'ju mundsohet ekskursione profesionale në panajire të ndryshme ndërkombëtare në Evropë ose kudo për njerëzit që kanë afinitet. Për me pa me sy, se zakonisht njeriu shumë më tepër mëson me sy se sa me lexim. Dhe e shef çka ati i shkon për shtati. A don informatik, a don makineri, a don elektronik, a don makineri, çka do don në mënyrë që ai ta begatoj mësimin e vet në shkollën e mesme dhe në fakultet me informatat vizuale që i merr
në panajiret Praktikisht ndërkombëtare. ishe gjërat, format, mundësit, hollit, ku mundet Pra me... se shteti ka obligim, ashtu që ka obligim të shkolloj, se normalisht ne e financojmë edhe studimin e tyre, shkollimin e tyre. Shteti ka obligim që të vazhdoj me motivimin e matutjeshëm, të financimin e matutjeshëm, deri sa këta nuk bëhen për vend pune. Ka si që kanë afinitet të jenë biznismen, ka si që kanë afinitet të kryjnë një punë me përkushtim. Pra, nuk mund të gjithë të bëhen biznismen nëse s'ka afinitet, por ata që kanë afinitet mund të bëhen dhe duhet të bëhen. Edhe krejt shefas mujnë më bëse Po, të sigurisht. ta që kanë Me afinitet koshka, bëhen shefas, me koshka. sigurisht. A jemi popull punëtor se ke punë për çdo ditë me shumë? Shi që, kur i shofim në mes veti, neve na doke që s'jem. Po kur dalim e shofim rrethin, na dalim që jemi shumë. Pra, krejt qytetarët tanë, që jonë në shtetet e Evropës, sidomos kosovarët, vlerësohen që janë punëtorët më të zellshëm dhe njerëzit më pak problematik në shoqëri. Dhe të gjithë ata njerëz, unë kam punuar dhe si student në Gjermani, shqiptarët punojnë me përkushtim dhe lënë përshtypje që janë punëtorë të zgjuar dhe të meqëm dhe mund të kryjnë çfarëdo pune. Atëherë çka duhet, me i fut sistem? Me i fut sistem, me i financu, me gjetë metodat e financimit dhe me zhvillu atë veprimtari ekonomike këto. Pra, këtu duhet më punu, e jo me dalë këtë rini ose këtë fuqi intelektuale ta qesim jashtë. Ta qesim jashtë. Nuk punohet shumë, nuk punohet toka, nuk prodhohet qumsh, nuk prodhohen mjaftueshëm prodhimet bujqësore që mund të bëhen në Kosovë. Pse po ndodh kjo? Sepse ju jeni vetë tregtarë dhe bëni shumë importe. E ju kam parë në televizion, në televizionet tjera, në emisionet e tjera, që këto e keni breng, se thoni mund të prodhohet, mund të punohet këtu dhe na do ta shesim, do ta plasojmë. Shi që Kosova ka një sipërfaqe jo fort të madhe. Ka 1.7 milion banor. Na nuk mund të prodhojmë çdo gjë. Sigurisht, ato që Por prodhohen. edhe resurse natyrore nuk kemi aq shumë sa të prodhojmë nga resurset tona. Por resursin tokë e kemi. Na nuk është qëllimi imi dhe i të tjerëve që këta të rinj i bojnë bujq. Por spaku të kemi një bujqësi me punë sekundare, ta ketë një punë primare në shtet ose në punë në biznes privat, e të merret me bujqësi si punë sekundare, si tyra të jashtëzakonshme për familjen dhe ai i bën atë punë me përkushtim dhe krijon sidomos rendimente më të mira kur e ka punë edhe sekundare. Por do të thonë nuk do të më prit që ne nuk do të kemi importe, se kemi shumë herë thotë për shkak ne importojmë çdo gjë. Por ne shkojmë edhe lahemi në deti. Po. Pra sy se s'kemi deti këtu. Importojmë pushim. Po të kishim deti, sikur Shqipëria, një pjesë e madhe tyre kishin me përdor detin vetanak. Ne nuk kemi deti dhe shkojmë në detet edhe në Turqi, shkojmë edhe në Shqipëri. Pra, importi bëhet dhe është mirë të bëhet për përpunim, Bëhet në gjithë botën. mu përpunu dhe mu eksportu. Edhe Japonia, për shkakun kur i shohim ne japonezët. Japonezët janë populli më punëtor në botë. Ata nuk e di as kur shkojnë pushim. Do thot, nuk e besoj që ata gjatë jetës tyre shkojnë 10 herë në vjet pushim ka një javë ditë. Se janë shumë përkushtuar për zhvillimin e vendit vet. Dhe ata janë shumë shtet i vogël krahas kujshive që i kanë në Rusin, Kinën dhe shtete tjera, por importojnë jashtëzakonisht shumë, e kanë teknologjinë e përpunimit dhe eksportojnë mund nga ato shtete që e kanë importuar për materialin. Dhe sot është fuqia e tretë, se ka qenë fuqia e dytë, ka dalë pas Kinës, për arsye se Kina ka filluar për shkak të numrit madh banorëve del si fuqia e dytë. Prandaj edhe ne si Kosovë mundëm të mobilizohem që me çet kapacitet që kemi. Moj t'i garantoj që Kosova mundet me qenë më zhvilluar shumë se të gjitha shtetet tjera të regionit. Për arsye se unë kam edhe në Maqedoni biznes, kam edhe në Malzi biznes. Ku është rikrej? Kam Do edhe të thonë, në Malzi kam. Kosovë, Shqipëri, Malzi, Macedoni? Po, to 4 shtete kam. Por sikur se janë punëtorë në Kosovë nuk janë kurko. Vërtet, ë? Sinqerisht për thom jo. Na do të më krenu, na ndoshta dikush thotë po shkojnë fakultet, por nuk po mësojnë, po shkojnë kështu, po dalin jo të durit, por me një trajnim, shtesë, këta janë shumë të zellshëm. Se vetë një takim pune kur e patëm me do investitor turq. E thëshin femrat e juja janë shumë inteligjente. Sa ta dojshin me industrit qepjes. Tha se s'pari të përdorin telefonin mobil shumë shpejt. Tha, kanë
industrinë e mrena, ato anvisninë e avancume, tha dhe din të gjitha mjetët në shtëpi, tha me Me i përdor. Tha këto mujnë, tha, me pak trajnim, tha, me qenë roba qepse të shkëlqyra, dhe ne kemi interes me